Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, tani pranë jush do të vim me një histori shumë të dhimbshme. Fatkeqësisht, jo të gjithë në jetë janë fejuar dhe janë martuar me atë që e kanë dashur, dhe pikërisht historia na vjen nga qyteti i Shkupit. Bëhet fjalë për një djalë nga Shkupi, i cili dëshiron të ndajë dhimbjen e tij për personin që e ka në shpirt, por nuk e ka në jetë. Dëgjoni deri në fund se më besoni, do të përloteni, ashtu siç unë u përlota kur e lexova për herë të parë këtë histori. Jam një djalë nga Shkupi dhe sot dua të tregoj historinë time të dashurisë, e cila më ka lënë të hutuar mes asaj që familja pret nga unë dhe asaj që zemra ime e ndjen në të vërtetë. Unë jam i fejuar me një vajzë. Në fillim kur e njoha me atë, pata një farloj pëlqimi, por nuk mund të them se isha i dashuruar. Ishte një vajzë e mirë, e respektueshme, e thjesht edhe më pëlqeu mënyra se si mua ajo më trajtonte. Pas disa muajsh vendosëm që ne të dy të takohemi. Për herën e parë. Kur e pash ishte po aq e thjesht edhe e natyrshme sa e kisha unë të menduar. Na pëlqeu njëri tjetri dhe ajo vendosi t'ia tregonte familjes së saj lidhjen tonë të dashurisë. Fillimisht unë nuk doja, por për shkak të saj ja tregova edhe unë familjes sime. Familjet tona e pranuan lidhjen dhe kështu ne u fejuam. Në fillim gjithçka dukej në rregull. Çdo gjë ecte siç duhet. Mirë po pas disa muajsh, gjërat nisën të ndryshonin. Vajza filloi të fliste ndryshe nga herët e para. Filloi të thoshte gjëra që më pengonin shumë, sidomos për familjen time. Ky fakt më shqetësoi mua pa mas. Unë as që kisha pasur dashuri të madhe për të që në fillim. Më shumë ishte pëlqim edhe respekt, sepse ajo dukej ndryshe nga shumica e vajzave të tjera. Nuk dilte shumë nëpër kafene, nuk bënte jetnate, ishte nën kontroll të rrept të familjes së saj. Por kur ajo filloi të ndryshonte, të fliste gjëra që mua më lëndonin, filloi të më dalë krejtësisht prej qefi. Arrita deri aty sa nuk doja as ta shihja me sy. Ja tregova familjes sime këtë gjë dhe i thash se nuk e doja më atë vajzë dhe se doja që të ndahesha nga ajo. Por nuk gjeta në asnjë mënyrë mbështetje. Ata më thanë, është vajzë e re, gabon dhe është më se normale. Këto gjëra më thanë ndodhin. Mos u ngut dhe kështu vendosa ta vazhdoj fejesën, jo pse e doja, por për hatër të familjes sime. Edhe pse unë i thash hapur se nuk më pëlqente sjellja e saj dhe se doja të ishte si në fillim, por ajo nuk ndryshoi as pak. Lidhja vazhdoi, por pa zemër fare. Pa ndjenja të forta, ishte më shumë një lidhje imponuar nga rrethanat se sa një dashuri e vërtetë. Por një ditë ndodhi diçka që më përmbysi të gjithë jetën. Takova rastësisht një vajzë. Ajo ishte e bukur në një mënyrë që nuk e kisha parë kur më parë. Kishte sytë e kaltërt që të mbërthenin dhe flokët kaçurela që e bënin të dukej edhe më e veçantë. Sapo u pam në sy, ndjeva diçka brenda vetes që nuk mund ta shpjegoja në asnjë mënyrë. Ishte si një rrymë që më kaloi nëpër trup. Ishte hera e parë që e shihja. Nuk e njihja dhe mendova se nuk do ta takoja më kurrë. Por ditën tjetër
për çudi e pash prap në të njëjtin vend. Ditë pas dite vazhdova ta shihja në të njëjtin vend. Në fillim vetëm i shkëmbenim shikimet, por një ditë vendosa të shkoj e t'i flas asaj vajze. Filluan bisedat tona, të thjeshta, të sinqerta dhe menjëherë vura re se po na ecte muhabeti shumë lehtë. Çdo ditë u takonim dhe çdo ditë e njëjta më shumë se brenda meje po linte diçka shumë e fortë. Fillova ta mendoja edhe kur unë isha në shtëpi. Zemra më rihte fort sa herë isha afër saj. Në ato momente kuptova se ajo nuk ishte një pëlqim i zakonshëm, ishte diçka më e thellë, diçka që unë nuk e kisha përjetuar më parë. Ishte dashuri. Me kalimin e ditëve dhe javëve, ajo ndjenjë vetëm se sa rritej. Edhe pse nuk ishim në një lidhje zyrtare, ajo më lejonte ta kapja për dore. Ta përqafoja, të bënim gjeste si një çift i vërtet. Kaluan muaj kështu edhe një ditë vendosa t'i tregoja hapur ndjenjat e mia. I thash se ajo ishte bërë një person shumë i veçantë në jetën time, se nuk ishte thjesht një simpati, por një dashuri e madhe. Ajo nuk foli, vetëm buzëqeshi dhe më pa në sy me gëzimin më të madh. Disa ditë më vonë e pyeta nëse edhe ajo kishte ndjenja për mua, dhe ajo me një zë të butë më tha po. Më tha se edhe ajo ndjente, por donte që gjithçka të shkonte avash edhe pa e nxituar. Ajo përgjigje më dha një lumturi të madhe, e dua shumë atë vajzë. Çdo ditë që kalojmë bashkë, çdo bisedë, çdo shikim, çdo prekje më bën të ndjej se kjo është dashuria e vërtet. Por fakti që unë jam i fejuar më vret më shumë. Ndihem i coptuar, i zhytur në faj. Nuk mund t'i tregoj asaj që jam i fejuar sepse nuk dua që unë ta humb. Nuk dua që ajo të mendoj se unë po luaj me ndjenjat e saj, se jam duke i prishur ëndrat e saj. Kam frikë se po ta marr vesh do të më largohet. Jam i mbërthyer mes dy botëve. Njëra botë është familja ime, e cila më detyronte të jem një vajzë që nuk e dua, vetëm sepse ata mendojnë se është e drejtë. Tjetra botë është zemra ime, dashuria ime e vërtet dhe lumturia ime. Dhe unë nuk e di se çfarë të bëj. A duhet të vazhdoj me fejesën për hatër të familjes? A duhet sakrifikuar zemrën time? Apo duhet të ndjek ndjenjat e mia, të luftoj për dashurinë dhe lumturinë time të vërtet? Me rrezikun që të përballem me familje dhe me gjithë botën. Kjo është dilema ime më e madhe dhe çdo ditë që kalon, sa më shumë afrohem me vajzën që e dua, aq më i madh bëhet ky zjarr brenda meje. Unë kam një mesazh për ty, pasi që më ke nisur letrën mua. Këshilla ime drejt teje është jesh me atë që do. Në familja nuk mund të vendosën për ty, dhe jam shumë i bindur që edhe ndjekësit e mi këtë mesazh do ta japin. Merr vajzën që ti e do.